Lobi izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një prej lobeve të huaja më me ndikim dhe lobi i cili ka efektin më të fuqishëm politik. Duke patur parasysh rezultatet, lobi izraelit është më i fuqishëm jo vetëm në Amerikë, por edhe në mbar botën. Asnjë lobi tjetër politik nuk ka arritur të ketë ndikim në një shkallë të madhe në politikën e disa shteteve, sikurse ka arritur ta bëjë lobi izraelit në rastin e Shteteve të Bashkuara. Sipas politologëve John Mearsheimer dhe Stephen Walt, lobi izraelit personifikon koalicionin e dobët të individëve dhe organizatave që punojnë aktivisht në formësimin e politikës së jashtme të SBA-s në drejtimin pro-izraelit. Ka shumë rrethana shoqërore dhe kulturologjike që favorizojnë zhvillimin dhe ndikimin e madh të lobit izraelit në SBA. Shumë amerikan ndjejnë një afërsi kulturore dhe fetare me Izraelin, për shkak të traditës judeo-kristiane. Studimet kanë treguar se amerikanët më shpesh ndjehen të afërt me hebrejt sesa me grupimet e tjera fetare, si puna e muslimanëve apo hinduve. Kjo situatë është pasojë e ndikimit të madh të hebrejve në Amerikë. Marrëdhëniet e fuqishme ekonomike mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, përfshirë projekte tregtare, teknologjike dhe ushtarake, kanë krijuar interesa të shumta të ndërsjellta që ndikojnë akoma më shumë në mbështetjen politike. Mbështetja e fuqishme për Izraelin nga ana e grupimeve të krishterë sioniste mbi bazën e besimeve religjioze mbi rëndësinë e Izraelit ka ndikuar në mënyrë shtesë në forcimin e lobit izraelit. Sipas vlerësimeve, në SBA gjenden 51 organizata pro-izraelite. Komiteti Amerikano-Izraelit për çështjet publike, AIPAC, shquhet si subjekti lobues më i madh në Amerikë, i cili mbështet pa ndërprerje politikën izraelite. AIPAC ka një ndikim kaq me rëndësi sa që ish-drejtuesi i tij, Steve Rosen, njëherë ka deklaruar se do të ishte vetvrasje politike për një politikan amerikan nëse zgjedh të përdorë retorik anti-izraelite. Rosen ka deklaruar se brenda një dite mund të diskreditojë cilin do kandidat për president që mund të mbështesë ndonjë qëndrim anti-izraelit. Për këtë nuk çudit fakti se kandidatët amerikanë për president dhe presidentët në funksion kanë zakon të vizitojnë Izraelin dhe të qëndrojnë para murit të lotëve, ndërsa gazetarët kurioz i ndjekin me vëmendje. Këtë e kanë bërë George Bush, Barack Obama, Donald Trump dhe Joe Biden. AIPAC-u është akuzuar disa herë si organizatë lidhur fort me partinë Likud në Izrael dhe me partinë Republikane Amerikane. Disa shkojnë aq larg sa që akuzojnë këtë organizëm si një organizatë spionazhi izraelite. Përveç saj, shquhen edhe organizatat e tjera lobiste si Lidhja Antifamatore, ADL, Instituti i Washingtonit për politikën në lindjen e mesme, YNEP, Kongresi Hebrej Amerikan, Forumi Politik Izraelit, Komiteti Hebre, Krishterët e Bashkuar për Izraelin, CUFI, Organizata Sioniste e Amerikës, ZOA, Forumi për Mbrojtje të Demokracisë, FDD dhe të tjera. Të gjithë këto organizata përbëjnë bërthamën e mbështetjes për Izraelin në SBA. Antarët e tyre gjatë tërë vitit kanë ndikim të madh te antarët e Kongresit Amerikan, qeverisë amerikane dhe opinioni publik amerikan në tërësi. Përveç organizatave, ekzistojnë edhe individ që punojnë aktivisht për atë që politika e jashtme amerikane të ecë në drejtimin pro-izraelit dhe ata janë pjesë e lobeve. Lobi izraelit në SBA përfshin individ të njohur në pozita kyçe në sektorin publik dhe jo publik që bëjnë presion ndaj qeverisë amerikane që të pranohen qëndrimet pro-izraelite dhe pro-sioniste. Ndër individët të cilët gjithmonë dhe në çdo rast mbrojnë politikën e shtetit të Izraelit, politologët Mearsheimer dhe Walt numërojnë edhe gazetarin e ndjerë të The Washington Post, Charles Krauthammer, dhe profesorin e ndjerë të historisë në Universitetin e Princetownit, Bernard Lewis. Nuk është se të gjithë lobistët kanë qëndrime të njëjta. Disa prej tyre, si puna e sionistëve të krishterë, mendojnë se Izraeli duhet të mbajë të gjithë territoret e pushtuara palestineze. Sionizmi i krishterë bazohet në teologjinë e dispensionalizmit, qëndrim për interpretimin e Biblës sipas asaj që është shfaqur në Angli në shekullin e 19. Sipas këtij interpretimi të Biblës, ardhja e dytë e Jezu Krishtit do të ndodhë pas kthimit të popullit izraelit në Palestinë. Pastori i ndjerë Ed McCarter ka deklaruar se çdo kokërisë rëre mes detit të vdekur, lumit Jordan dhe detit Mesde u përket hebrejve. Kjo përfshin edhe pregun perëndimor dhe Gazën. Të tjerë mbështesin madje dhe zgjidhen me dy shtete që mund të arrihen në bisedimet dhe nganjëherë edhe kritikojnë Izraelin,
Megjithatë, të gjithë ata mbështesin qëndrimet izraelite. Synimi kryesor i lobit izraelit është ndikimi në pushtetin ekzekutiv, qeverinë federale amerikane, në mënyrë që të bëhet një politikë jashtme pro-izraelite. Lobi izraelit në SBA është kaq i rëndësishëm dhe ndikues saqë ndikon formimin e politikës së jashtme në drejtime që mund të mos jenë në interesin strategjik të Shteteve të Bashkuara. Domethënë, nganjëherë orienton politikën e jashtme amerikane në drejtimin që shkon kundër interesave amerikane. Synimi i dytë, po ashtu me rëndësi, është krijimi në opinionin publik amerikan i një ambienti në cilin mbizotrojnë qëndrimet pro-izraelite, njëkohësisht edhe anti-palestineze dhe anti-iraniane. Nëse në opinionin publik mbizotrojnë qëndrime pro-izraelite, ekziston probabilitet i madh që qeveria amerikane t'i shndrojë ata në politikë pro-izraelite. Një anketim ka treguar se 73% amerikanëve duan që qeveria e tyre të jetë neutrale në politikën e jashtme, por kjo nuk e ka penguar atë në miratimin e politikës pro-izraelite. Edhe në diskursin publik është i njëjti rast. Analizat kanë treguar se në mesatare ka 61 gazetar pro-izraelit për 5 syrësh pro-palestinez në mediat opinionbërëse amerikane. Kjo nuk të çudit, sepse lobi pro-izraelit diskrediton çdo kritik legjitime ndaj politikës izraelite, duke luajtur shpesh me kartën e antisemitizmit. Pothuajse çdo person me ndikim, për shembull senator, profesor apo analist politik, që kundërshton idetë e imponuara të sionistëve, akuzohet për antisemitizëm. Lëvizja sioniste ishte aktive në SBA që para krijimit të shtetit të Izraelit në vitin 1948. Organizata si puna e Organizatës Sioniste të Amerikës, ZOA, punonin për promovimin e shtetit hebre në radhët e hebrejve amerikan. Pas shpalljes së pavarësisë së Izraelit, mbështetja e SBA-s për shtetin e Izraelit u rrit shumë. Është pak e njohur nga publiku se kundërnjohës amerikanët të shtetit izraelit ishte sekretari i atëhershëm i shtetit George Marshall, si dhe strategu kyç i politikës së jashtme George Kennan, sepse mendoni se njohja do të kërcënonte raportet e SBA-s me botën arabe dhe do të lehtësonte depërtimin sovjetik në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Por presidenti Harry Truman e njohu Izraelin. Megjithse gjithsej përbëjnë 2.4% popullsisë së Amerikës, ose në shifra janë 7.5 milion hebrej, ata përbëjnë 50% të miliarderëve amerikan. Hebrejt amerikan përbëjnë 20% të profesorëve në universitetet kryesore amerikane, 40% të punësuarve në kompanitë e mëdha të avokatisë, 59% të shkrimtarëve dhe regjisorëve dhe gjysmën e 200 intelektualëve më të mirë amerikan. Krahas kësaj, grupimet lobiste të hebrejve dhurojnë me miliarda dollar gjatë fushatave zgjedhore. Personat me prejardhje hebreje zën pozita të drejtorëve në 3 rrjetet më të mëdha televizive, ndërsa 4 kompani të mëdha filmike janë në pronësi të kapitalit hebre. Krahas kësaj, gazeta amerikane më me ndikim, The New York Times, është në pronësi të hebreut Sulzberger. Në këndvështrimin e konfliktit izraelito-palestinez, lobi izraelit është pengesë për zgjidhjen në favor të dy popujve, cilat do qoftë ajo. Lobi është pengesë edhe për forcimin e besimit mes Amerikës dhe botës arabe dhe muslimane në përgjithësi.